Përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takoheni me mua Tirona Lilin. Sot do të flas pak për këto titujt bombastik që ne i kemi. Respekte për Top Channelin, por tani dihet që jemi në luftën e klikimeve. Dhe ditën e djeshme ishte krijuar një titull që mua më bëri kureshtar të futem edhe ta ndëgjoj këtë video në detaje. Dhe prisja momentin ku e ka godit kjo Rozana këtë Eglin. Rozana ka qenë e ftuar në Goca dhe Gra dhe ka folë për jetën e saj, për Big Brotherin, në qoftë se do të futej përsëri. E la të kuptueshme që mund të ishte përsëri banore, sepse Big Brotheri do të jetë shumë i gjatë, të paktën kështu e tha Rozana. Dhe tha që njeriu, siç përballon fitoren e jetë, ashtu do të përballon dhe humbjen. Dhe kështu vazhdoi gjëja. Tani kjo gjëja filloi të bëhet edhe më interesante në ç'kuptim. Në kuptimin që Rozana Radi u pyet nga gazetarja e Goca dhe Gra se si vazhdon marrëdhënia me Gjestin. Rozana tha unë Gjestin e kam patur xhan, vazhdoi tha ta kem xhan edhe tani, tha është një djalë i mrekullueshëm, besoj tha që unë kam kontribuar në lojën e Gjestit. Ne të dy së bashku, tha, kemi ndërtuar lojën e njëri tjetrit. Dhe më pas, kur u pyet për Eglin, Rozana tha që ne në Big Brother normalisht që kemi patur luftra sepse kemi qenë në lojë. Kur dolëm nga Big Brotheri, e lam që do takohemi, por derisa ne nuk kemi takuar dhe s'kemi pirë një kafe, nuk e dim në qoftë se do të vazhdon shoqëria. Kjo ishte fjala që e tha Rozana Radi. Rozana as nuk goditi njeri, as nuk foli keq për njeri, as nuk shpiku për njeri, as nuk shpifi për njeri. Thjesht këto dy fjali tha. Si për Gjestin, ashtu dhe për Eglin. Domethënë nuk është se ofendoi dikë apo dramatizoi situatën, edhe pse gjërat sot po bëhen për klikime dhe mua sinqerisht për këtë më vjen shumë keq. Dhe Rozana foli dhe për projektet e saj, foli për bashkëshortin. Bashkëshorti Rozanës ishte shumë i prekur me Gerta Gixharin nga banorët e Big Brotherit për gjërat që kishte folur. Ishte shumë e shokuar dhe tepër falenderuese për Rezarta Shkurtën, e cila u bë pjesë e Big Brotherit në mënyrën e padëshirueshme, për faktin sepse edhe një herë u rikthye një shtëpi e VIP-ave shqiptarë që ka qenë dikur më herët, dhe do me thënë kjo pjesa ka qenë një pjesë që ishte interesante, që u komentua pa fund. Rozana ishte falenderuese ndaj Rezartës për mënyrën se si Rezarta është shprehur në për intervista. Rozana nuk tha gjë të keqe për Gjestin, nuk tha gjë të keqe për Eglin. Rozana ishte shumë e lumtur për këto të dy dhe po vazhdon me intensitet të bëj punën e saj. Do të kemi një projekt shumë të bukur nga Rozana Radi, Jong Zerka dhe Noizi, të cilët me shumë vullnet do të na duar trokasin ne njerë pikspari që po i mbështesim dhe ju do duar trokitni për ato, për projektin që po sjellin. Rozana gjithmonë energjike, gjithmonë në formë, gjithmonë e gatshme për të dhënë përgjigje, për të ardhur bukur te publiku. Ky ishte rrëfimi i Rozanës, nuk është se kishte hatërmbetje me dikë. Rozana tha Big Brother i kam mbaruar, nuk është se kam në inat, në imblef, thjesht do me thënë personazhin që nuk donte ta takonte është Gerta Gixharin. Ndërsa që nuk tha gjë të keqe për Eglin, që nuk tha gjë të keqe për Gjestin, kjo është ai fenomeni që Rozana vërtet nuk e foli kur, por përkundrazi mbështeti Eglin dhe Gjestin. Nuk foli për marrëdhënien e tyre, sepse asnjëherë nuk e ka bërë këtë gjë, thjesht mbështeti personalitetin e tyre.